I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. What a wonderful world. Unë gjithmonë e kam padur fiksin klasikët. Frankenstein, Titaniku. Ky internet është kaq i avasht. Po ti cilën paketë Alp Telekom ke marrë? Nuk jam Alp Telekom. Më duhet të di me patjetër se si mbaron. Ti nuk je Alp Telekom? Ti nuk e parë Titanikun. Kena, po ti e ke parë ofertën që ka nxjerrë Alp Telekom? Nëse unë sjell një mik në Alp Telekom, jo vetëm që i dhuroj atij shërbimin më cilësor, por dhe ulje në internet dhe në IPTV. Fantastike. Hajde ikim. Prit! Se ka edhe për mua. Një General Mobile 8 Go falas. Alp Telekom, me ju të parët. Unë gjithmonë e kam padur fiksin klasikët. Frankenstein, Titaniku. Ky internet është kaq i avasht. Po ti cilën paketë Alp Telekom ke marrë? Nuk jam Alp Telekom. Më duhet të di me patjetër se si mbaron. Ti nuk je Alp Telekom? Ti nuk e parë Titanikun. Kena, po ti e ke parë ofertën që ka nxjerrë Alp Telekom? Nëse unë sjell një mik në Alp Telekom, jo vetëm që i dhuroj atij shërbimin më cilësor, por dhe ulje në internet dhe në IPTV. Fantastike. Hajde ikim. Prit! Se ka edhe për mua. Një General Mobile 8 Go falas. Alp Telekom, me ju të parët. Në një port të largët, gjendet një voglushe e braktisur në një anije. Një grua misterioze i ka premtuar se do të kujdeset për të. Kur të mbush 21 vjeç, Nel O'Connor do të mësoj të vërtetën për identitetin e saj. Një trashëgimi e mistershme, dredhi, intriga, pasione që na kthejnë pas në kohë. Por koha ikën, interesat ndryshojnë, disa dashuri harrohen, të tjera lindin. Në Kopshti i harruar nga Kate Morton, ekskluzivisht nga botimet Living. Unë mbijetoj vetëm nga fëmijët. Forca që më ka dhënë për mbijetoj vetëm 3 fëmijët e mi. Edhe këto më bajnë prapë jetoj edhe të ecë përpara. Imagjinoni, po si kuptoj një ditë të vini te shtëpia jonë dhe shtëpia jonë të zhderrohej. Stafi nga e para ka ardhur të restauroj shtëpinë dhe t'ju jap një mundësi që ta nisni nga e para. Shumë herë të kemi lënduar, unë falje do të vazhdoj të kërkoj, derisa të kemi jetë jetoj. Të
pëlqyer shumë shtëpia, po surpriza që më ka pëlqyer më shumë ishte mesazhi që më dha Armando Sadiko edhe bluzja. Günaydın. Günaydın. Annesi. Anneler günü kutlu olsun. Dünyanın en güzel annesi. Sevgimizi, kalbimizi her zaman yanında taşıdı ya. Benim çocuğum olmayacak Adem. Benim çocuğum olmuyor. Anne olmak için doğurmaya gerek yok ki. Annelik yürekten sevmekle ilgili. Başka bir şeyle ilgili değil ki. Sevmek bu kadar kolay. Yaraların öğretmenin, rehberin yüreğini. Sen yüreğini aç yeter. Seni seviyorum. Nusja nga Stambolli, çdo të premte, ora 21.